Ja si të shkoni në një ndër plazhet më të bukura të Shqipërisë. Nëse po niseni nga Tirana, ndiqni këto hapa të thjeshtë. Merrni rrugën drejt Gjirit të Lalësit, i cili është një destinacion i njohur dhe shumë e frekuentuar gjatë verës. Rrugës do të shihni një market dhe është i vetmi market që ndodhet aty, ndaj nuk keni si të ngatroni. Nga marketi esni përpara rreth 70 deri në 80 metra, pastaj ktheuni majtas dhe do të vazhdoni rrugën drejt plazhit. Duhet të bëni kujdes për makinën, pasi rruga nuk është e shtruar, prandaj rekomandohet të shkoni me një makinë që përballon pak terren me gropa ose të ngisni me kujdes që të mos dëmtoni automjetin. Plazhi quhet Rëra e Bardhë dhe është një vend i mrekullueshëm me ujë të kthjellët dhe rërë të bardhë. Perfekt për relaks. Parkimi është falas, shezllonet kushtojnë 10.000 lekë dhe mund të merrni termosin tuaj me pije dhe ushqime. Nëse nuk doni shezllon, keni mundësi të vendosni çadrën tuaj pak më tutje, pa pagesë. Se doni një copë parajse ku uji është kristal dhe qetësia është absolute, Rëra e Bardhë ju pret. Merrni miq, çadrën dhe shpirtin e aventurës dhe shijoni ditët e bukura të verës.